hebrejve dhe kur do të pranojnë të jetojnë në kushte të barabarta me arabët. Po ashtu edhe arabët duhet të pranojnë ekzistencën e hebrejve në Palestinë. Shteti Izraelit duhet të tërhiqet nga tokat që i pushtoi në vitin 1967. Jerusalemi lindor në sovranitetin e Palestinës duhet të jetë një qytet i hapur për të gjithë popujt. Palestina duhet të pranohet si shtet i pavarur dhe banorët e saj që janë të dëbuar nga vendinja tu sigurohet kthimi prap. Ajo që do të mundësoj këtë paqë janë vlerat e përbashkëta fetare dhe etike të islamit dhe hebreizmit. Arabët dhe hebrejët s'duhet që të jenë armiq të njëri tjetrit, nga se besojnë një, të vetmin Allah, i respektojnë pejgamberët e njëjtë dhe i mbrojnë vlerat etike identike. Respektimi i këtyre vlerave dhe i këtyre besimeve janë rrugdalje e vetme për të dy popujt. Në qoftë se muslimanët jetojnë sipas normave etike të islamit, e hebrejët sipas mësimeve të Hazreti Ibrahimit dhe Hazreti Musait, dhe shpëtojnë nga mësimet e gabuara të ideologjisë marksist-leniniste, në vend të kaosit në region do të mbretërojë paqja. Kaos içinde olan bölgeye barış getireceklerdir.